Kontenjer të stërmbushur e mbeturina në tokë gjithandej. Kjo ishte gjendja në disa lagje të Prishtinës një ditë pasi kompania pastrimi dhe komuna e Prishtinës u dakorduan për ndërprerje të grevës. Donë se greva e kompanisë pastrimi ka përfunduar dje, në kryeqytet ende shihen në disa lagje kontenjer të stërmbushur me mbeturina, një ashtu edhe këtu në lagjën Bregu i Diellit. Gjendje e njëjtë me mbeturina, madje edhe më rënduar është tek lagja e muhaxherëve në kryeqytet. Këtu, kontenjerët përveç se janë stërmbushur me mbeturina, ato janë hedhur edhe në tokë. Madje kundërmimi i tyre ndihet shumë larg prej këto. E njëjta gjendje do të mbetet deri të finalizohet bartja e mjeteve financiare tek kompania pastrimi. Punëtorët e kompanisë pastrimi ende nuk kanë arritur të dalin në teren, kjo pasi janë duke pritur parat që do t'i transferoj komuna kësaj kompanie. Sipas nënkryetarit të sindikatës së punëtorëve Shpend Qosa, ai tha që gjasat janë që nesër të dalin në teren dhe të fillojnë punën. Kjo kërkesë do të realizohet shumë shpejt sipas drejtorit të shërbimeve publike në Prishtinë. Kjo pritet ndodh gjatë ditës së sotme, eventualisht për shkaqe procedurale, teknike, të thejme më mirë, mund të shkoj deri nesër, po jo më lart se deri nesër. Ne po bëjmë maksimumin e maksimumit, drejtoria financave që këtë ekzekutim të këtyre mjeteve ta bëj gjatë ditës së sotme. Punëtorët e pastrimit qëndruan në grevë për 27 ditë, ndërkaq të martën pasi arritën marrëveshje për transferimin e parave nga komuna për shërbimet e kompanisë për muajt janar-maj, punëtorët ndërprejnë grevën.